Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Ora News, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve. Fillimisht ju njoh me ngjarjet më të rëndësishme të shënuara ditën e sotme. Për gjaket haxhi në Mekë, mbi 700 të vdekur nga shtypja e turmës, 800 të tjerë të plagosur, asnjë prej viktimave nuk është shqiptar. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta propozon në prokuror amerikan për të hetuar zyrtarët e lartë që akuzohen për aferën e Çez. Palët politike janë ende larg kompromisit për ligjin e dekriminalizimit, edhe pse një ditë më parë konsensusi u duk shumë afër. Papa fjalim historik në Kongresin Amerikan ku bëri thirrje për më shumë solidaritet me emigrantët dhe heqjen e dënimit me vdekje. Fjalimi u shoqërua me duar trokitje. Skandali i kompanisë së makinave Volkswagen shtrihet edhe në Europë. Komisioni Evropian apel shteteve të nisin sa më parë verifikimet. Festa e Kurban Bajramit është përgjakur me vdekjen e mbi 700 besimtarve musliman që humbën jetën në pelegrinazhin e haxhit në Mekë. Autoritetet e Arabisë Saudite thanë se 800 besimtar të tjerë kanë mbetur të plagosur pasi u shtypën nga turma e madhe e njerëzve. Mbi 2 milion besimtarë ndodhen në Mekë për të kryer ritet e Kurban Bajramit. Mbi 720 të vdekur dhe mbi 800 të plagosur është bilanci tragjik i pelegrinazhit të haxhit në afërsi të qytetit të shenjtë të Mekës në Arabinë Saudite. Ngjarja ka ndodhur në Mina, rreth 5 kilometër nga Meka, ku 2 milion besimtar po kryenin ritin e fundit të madh të haxhit. Aksidenti i rëndë ndodhi teksa miliona njerëz po hidhnin gur në shtyllat që përfaqësojnë djallin. Drejtoria e Mbrojtjes Civile njoftoi se në vendin e ngjarjes është dërguar një personel ndihme prej 4000 personash, bashkë me 220 të tjerë pjesë e ekipeve të emergjencës dhe shpëtimit. Të plagosurit janë dërguar në 4 spitalet e zonës. Nuk është ende e qartë se çfarë shkaktoi këtë kaos tragjik, por ajo që dihet është se ngjarje të tilla ndodhin shpesh në këtë festë të besimtarëve musliman. Më e fundit është ajo e ndodhur në xhaminë më të madhe të Mekës këtë muaj, ku një vinç u rrëzua duke lënë të vdekur 109 persona. Në vitin 2006, 364 persona u vranë gjatë ritualit të gurëve, që për asaj kohe, autoritetet saudite kanë punuar në përmirësimin e transportit dhe infrastrukturës për të parandaluar incidente të tilla. Për muslimanët, haxhi është shtylla e pestë dhe e fundit e Islamit. Është një udhëtim të cilin duhet ta kryejë çdo musliman i rritur dhe i aftë për ta përballuar një herë në jetë. Nga tragjedia e rëndë që ndodhi në Mekë nuk është lënduar asnjë shqiptar. Këtë fakt e konfirmoi për Ora News nga vendi i shenjtë ish kryetari i Komitetit të Kulteve Ilir Hoxholli, i cili bëri të ditur se në pelegrinazh marrin pjesë 400 besimtarë shqiptar. Asnjë shqiptar nuk është lënduar gjatë pelegrinazhit të haxhit në Mekë. Në një lidhje telefonike nga qyteti i shenjtë, ish kreu i Komitetit të Kulteve, besimtari Ilir Hoxholli tha se trajektoria e pelegrinazhit të shqiptarëve është larg vendit ku ka ndodhur tragjedia me qindra viktima. E gjithë rruga e përshkruar nga shqiptarët nuk ka të bëjë fare me vendin e aksidentit, pasi ka një trajektore komplet ndryshe, është nga rruga quhet rruga e tuneleve, dhe duke pasur një rrugë dhe një trajektore komplet ndryshme dhe për t'u lavdruar që haxhin shqiptar janë mjaft të rregullt, kanë respektuar dhe orarin dhe rrugën e ndjekur nga organizatorët. Nga Shqipëria ka 400 besimtarë, të cilët po kryejnë ritet e haxhit. Neve kemi nga Shqipëria të nisur rreth 400 haxhinj, kemi pastaj të bëjmë me Kosovën, me Maqedoninë, kemi një atmosferë të një lëvizje gjigande të njerëzve nga një vend i caktuar në një vend tjetër. Për atmosferën në Mekë, Hoxholli tha se rreth 8 milion besimtarë nga gjithë bota që po kryejnë ritet e haxhit. Ndërkohë në Tiranë, besimtarët musliman ashtu si në të gjithë botën festojnë Kurban Bajramin, që në orët e para të mëngjesit qindra besimtarë kanë falur namazin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Krerët e besimit musliman kanë përcjell urimet për paqe dhe harmoni mes njerëzve. Besimtarët musliman në Shqipëri kremtojnë Kurban Bajramin. Mëngjesin e sejntes, në bulevardin e shtruar Enkas për këtë ditë, në Tiranë besimtarët kryejnë ritualin e faljes. Krerët e komunitetit musliman dhe të pranishmit përcollën mesazhe urimi për sa më shumë paqe dhe vëmendje ndaj të varfërve.
Gjithë besimtarët solidarizohen me njëri tjetrin dhe ndihmojnë njëri tjetrin në ekran botës. Sot është dita e bashkimit, vëllazërisë, dita e unifikimit, dita e paqes, lumturimit. Sot është dita e lënies me një anë gjitha gjërave të mangësive tona dhe urrëtieve tona. Sot është dita e pajtimit. Uroj atyre paqe, begati, harmoni dhe gjithë mirësitë e botës, por sigurisht që me që kjo është fe abrahamike, është moment abrahamik si shfaqje, sigurisht që unë uroj dhe gjithë besimtarët e tjerë shqiptarë pavarësisht ato musliman apo jo. Kurban Bajrami është dita që lidhet me sakrificën që bëhet në emër të profetit Ibrahim. Kjo fest ka mbledhur besimtarët në të gjitha rrethet e vendit. Në Lezhë dhe në Durrës, besimtarët pas janë drejtuar xhamisë për faljen e namazit, kanë ndarë mesazhe paqe dhe dashurie me njëri tjetrin. Tek Zoti nuk arrin gjaku dhe mishi kurbani që ju bëni, por se tek Zoti arrin vetëm se devotshmëria që ju shprehni tash i Zotit. Sot është dita kur të irnuarit i zgjasin dorën e pajtimit atij që ka qenë irnuar me të. Në këtë ditë, besimtarët musliman flijojnë edhe një kafshë si kurban dhe 1/3 e mishit e ndajnë me njerëzit në nevojë. Siç është bërë traditë edhe politika uroi besimtarët shqiptar për Kurban Bajramin, duke dhënë mesazhe nga selitë e komuniteteve fetare. Kryeparlamentari Meta vizitoi komunitetin musliman dhe atë Bektashi, ndërsa presidenti Nishani, kryeministri Rama dhe kryeopozitari Basha zgjodhen deklarata zyrtare apo rrjetet sociale për të shprehur urimet e tyre. Urimeve për festën e Kurban Bajramit u janë bashkuar edhe politikanët duke përcjell mesazhe paqeje nga selia e komunitetit musliman dhe atij Bektashi. Kreu i kuvendit Ilir Meta ishte zyrtari më i lartë që vizitoi edhe selitë e dy komuniteteve. Dua të uroj nga zemra të gjithë besimtarët, gëzuar Kurban Bajramin, të ditë sakrifice, flijimi, përkushtimi dhe bindje ndaj Zotit. Dhe uroj që vitin tjetër ta festojmë akoma mirë. Ministri i Mëshirës Sociale Blendi Klosi, bashkë me urimin e tij, ka shprehur edhe krenarinë që feja muslimane në Shqipëri është larg ekstremizmit. Vazhdojmë që të jemi në Shqipëri dhe të jetojmë në një harmoni fetare të përjetshme, e cila vjen realisht nga besimi që kemi tek njëri tjetri, nga dashuria tek njëri tjetri, dhe t'i falemi kësaj dite ashtu si çdo javë më parë. Urimet për festën i përsolli edhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj. Dua që t'i bëj apel gjithë qytetarëve të Tiranës, atyre që Zoti ju ka dhënë mundësi të kenë më shumë se ç'kanë nevojë, që ta ndajnë pjesën e mbetur me nevojtar, me të afërm tyre, me komshi, me ata që ndoshta sot kanë pak më shumë nevojë për ndihmë, që të sigurohemi që një ditë si kjo të jemi të gjithë barabartë. Vizitat e politikanëve përveç komunitetit musliman u zhvilluan edhe në kryegjyshatën botërore të Bektashive. Ndërkohë, presidenti Nishani përmes një deklarate uroi besimtarët për paqe dhe begati larg ndasive fetare, ndërsa kryeministri Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha urimet për festën i dhanë përmes mesazheve në rrjetet social Facebook. Besimtarët musliman shqiptar kanë marrë një mesazh urimi për Kurban Bajramin edhe nga presidenti i Turqisë Tayyip Erdogan. Në llogarinë e tij në Twitter, Erdogan ka uruar festën në disa gjuhë të botës, mes tyre edhe në gjuhën shqipe, duke i uruar popullit ton dhe të gjithë botës islam e gëzuar Kurban Bajramin, uroj që kjo festë të sjellë qetësi për të gjithë njerëzimin, shkruan Erdogan. Mesazhi i presidentit turk ka marrë falënderime edhe në gjuhën shqipe. Do të ecim më tej të pa ekspozuarit, emisioni i Ylli Rakipit sjell sonte në mbrëmje në orën 20:45 një rrëfim ekskluziv të ish deputetit të Kuvendit nga viti 1992 të shndërruar tashmë në një fermer. Aratisje nga Liria dhe i ftuar Ndre Legisi, i cili 5 vjet më parë u largua salloneve të politikës dhe shkëlqimit të një jete publike dhe zgjedh të shkojë në Pyll dhe të ndërtojë një fermë. Çfarë ndodhi në Partinë Socialiste dhe në Lëvizjen Socialiste për Integrim, strategjitë e partive për të mënjanuarit që nuk pranojnë nënshtrimin, gjithçka sonte në mbrëmje, Ndre Legisi përballë Ylli Rakipit.
Kreu i Kuvendit Ilir Meta dha shenja të qarta se nuk i trembet hetimit për çështjen Çez, duke mbështetur propozimin e ish kryeministrit Sali Berisha për një hetim ndërkombëtar ndaj akuzave që përfshin atë në një aferë ndërmjetësimi. Kreu i LSI-s avancoi në qëndrimin e tij kur tha se forca e tij politike do të propozojë që akuzat për çdo zyrtar të lartë të hetohen nga ndërkombëtarët si pjesë e reformës në drejtësi. Dy ishalantët në qeverisje, Ilir Meta dhe Sali Berisha, janë në një mendje se duhet një hetim ndërkombëtar për çështjen e Çez. Kreu i Kuvendit dhe kreu i LSI-s mbështeti tezën e një dite më parë të ish kryeministrit, duke forcuar bindjen e hetimit nga amerikanët për aferat që mund të fshihen në procesin e ndërmjetësimit mes kompanisë së Dia që u kontraktua nga Çez për mbledhjen e borxheve dhe vetë Çezit. Duhet të mbështes fuqimisht idenë e një hetimi të shpejt, të plot dhe të thellë ndërkombëtar për të gjithë çështjen e Çezit, që nga dita e parë e aktivitetit në vendin tonë e deri më sot, t'i kërkojmë në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të jenë të angazhuara dhe të krijojnë një jurisdiksion të veçantë prokurorëve amerikan për të ndihmuar në zbardhjen e kësaj çështje që Shtetet e Bashkuara në çështjen e shumë debatuar të Çezit, jo vetëm që s'janë përfshira, po s'kan asnjë lloj konflikti interesi. Tek ndërkombëtarët, krye parlamentari gjeti rrugdalje edhe për hetimin e zyrtarëve të lartë. Si Lvizja Socialiste për Integrim do të kërkojmë në kuadër të reformës në drejtësi që për çështje të hetimit kur akuzohen politikanë të niveleve të larta për akuzat që kanë të bëjnë me lidhjen e tyre me krimin organizuar, të kemi prokuror amerikan. Dhe në fund, shohi shpresat e opozitës që kërkon largimin e tij nga detyra. Se do të kenë edhe 2 vjet tjera përpara për të kërkuar dorëheqjen time. Kompromisi mes palëve për një nga çështjet më të debatuara për atë të dekriminalizimit vijon të jetë i largët. Partia Socialiste u duk se dha shenja afrimi, por kjo ishte vetëm për të korrigjuar shpresimin e toneve të përfaqësuesve të saj në komisionin e posaçëm që përjashtuan çdo mundësi diskutimi të draftit të Partisë Demokratike pas miratimit të variantit të shumicës nga qeveria. Majoranca dhe opozita janë ende shumë larg kompromisit për dekriminalizimin, edhe pse tonet e zbutura të Partisë Socialiste janë dukshëm një korrigjimi qëndrimeve të prera në komision, kur tentuan të zhbëjnë krejt veprimtarinë e tij. Po një gjë është e sigurt, që këtu ne bashkë të rrim me ditë tëra, nuk do të gjem konsensus, kjo është e sigurt. Nuk gjem dot konsensus. Zyrtarët e shumicës pas miratimit të draftit nga qeveria, rrëzuan çdo mundësi për konsensus me opozitën, duke lënë të kuptohet se drafti i tyre do të ishte ligji final për dekriminalizimin. Kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar, deputeti i Demokrat Oerd Bylikbashi, tha të mërkurën në mënyrë të prerë se opozita nuk tërhiqet, të paktën në 2 pika, shenjat e gishtinjve dhe testin e drogës, pavarësisht se majoranca furnizoi tregull mediatik me informacion se po arrije një konsensus. Lëvizja Socialiste për Integrim ishte ajo që insistoi për formulën e kompromisit, duke mos u bërë palë me draftin e Partisë Socialiste për ndryshimet kushtetuese në funksion të dekriminalizimit dhe duke detyruar socialistët të pranojnë diskutime në komision edhe për draftin e Partisë Demokratike, me qëllim arritjen e një drafti të përbashkët. Të gjitha propozimet e tjera, për cilat nuk ka dakordsi, t'i dërgohen menjëherë Komisionit Venecias dhe pas reagimit të Komisionit Venecias, ato të pranojnë pa kushte, cilat do qofshin rekomandimet. Por edhe këtu demokratët kanë rezervat e tyre, pasi mendojnë se Komisioni Venecias duhet të jetë sugjerues dhe jo vendimarrës. Në këto kushte, shenjat për konsensus janë krejt të zbeta. 10 nene të kushtetutës duhet të ndryshohen nga parlamenti për të bërë të mundur zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Ky është propozimi i ardhur nga 28 deputet të Partisë Socialiste që deri më tani nuk ka marrë mbështetjen e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kuvendit i propozohet të ndryshojë nenin 45 të kushtetutës, ku përjashtimet nga e drejta për të zgjedhur deputet do të përcaktohen me një ligj të posaçëm të miratuar me 84 vota.
Po ashtu kryeministër dhe nënpunës publik nuk mund të emërohet një shtetas që është i përjashtuar nga e drejta për të mbajtur një detyrë të tillë. Edhe gjyqtarë nuk do të emërohen individët që janë pjesë e këtij përjashtimi. Partia Socialiste propozon edhe që në nenin 149 të Kushtetutës të përcaktohet se prokurori i përgjithshëm nuk mund të emërohet një shtetas që është përjashtuar nga e drejta për të ushtruar një funksion publik sipas përcaktimeve të bëra me ligj të posaçëm të miratuar me 3/5 e të gjithë anëtarëve të kuvendit. Neni i fundit që duhet të ndryshojë sipas socialistëve është 167 që përcakton se ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në detyra të tjera shtetërore, të marrin pjesë në parti apo në veprimtari politike. Papa Francesku ka mbajtur një fjalim historik në Kongresin Amerikan ku ka bërë thirrje për më shumë solidaritet me emigrantët, heqjen e dënimit me vdekje dhe marrjen e masave për ngrohjen globale. Fjalimi i Atit të Shenjtë që u shoqërua edhe me përvoja personale është shoqëruar me duartrokitje të gjata nga ligjvënësit amerikan. Papa Francesku mbajti një fjalim historik në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku dha mesazhe të qarta për ligjvënësit amerikan të dy dhomave të mbledhura si radhëherë në një sau, heqje të dënimit me vdekje, më shumë solidaritet me emigrantët, por edhe temat e tjera që shqetësojnë sot botën ishin në qendër të fjalimit të Atit të Shenjtë. Kreu i Vatikanit e nisi fjalën me një nga shprehjet më simbolike amerikane. I am most grateful for your invitation. Jam mirënjohës që jam këtu, në tokën e të lirëve dhe në atë dheun e trimave. In the land of the free at the home of the brave. Dhe duartrokitet shpërthyen në atë moment dhe gjatë gjithë fjalimit të tij. Ati shenjë nga një mesazh për krizën e emigrantëve duke lidhur edhe me historinë e tij personale. Rather view them as persons. Të gjithë kemi qenë të huaj dikur, e them këtë si birë emigrantësh. Nuk duhet të trembemi nga numri i tyre, por duhet i shohim si njerëz, duke vështruar fytyrat e tyre dhe duke dëgjuar historitë e tyre. Trajtoj të tjerët ashtu siç do doje të trajtonin ata ty. Në fjalën e tij, Papa Francesku bëri thirrje që të jepet fund dënimit me vdekje në SBA dhe në botë, ndërsa nënvizoi rëndësinë e një ekuilibri delikat në luftën kundër ekstremizmit fetar, duke u shprehur se asnjë fe nuk është e imunizuar nga format e keqkuptimit individual ose nga ekstremizmi ideologjik. Bota, tha Papa, nuk duhet ndarë në dy kampe, e mira dhe e keqa. Para ligjvënësve amerikan, kreu i Vatikanit u ndal edhe te ngrohja globale, duke bërë thirrje për hapa urgjente për të parandaluar shkatërimin e mjedisit në botë dhe për të lehtësuar problemin e varfërisë. Është hera e parë që një pap flet në një kongres amerikan dhe fjalimi i tij ishte një ndër vetëm 4 gjatë vizitës që ai do të mbajë në anglisht. Pasi të tjerë do e mbajnë në gjuhën e tij spanjolle. Pas fjalimit që u përshëndet me duartrokitje të gjata, Papa foli edhe para të gjithë admiruesve të mbledhur para Kapitolit, duke i përshëndetur dhe bekuar. Kriza e emigrantëve ka asaruar marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kroacisë pas sanksioneve të vendosura ndaj njëra tjetrës nga të dyja qeveritë. Kryeministrat Vučić dhe Milanović kanë mbrojtur vendimet e tyre dhe nuk kanë treguar asnjë shenjë tërheqje. Kroacia bllokoi kufit me Serbinë për shkak të fluksit të lartë të emigrantëve, ndërsa Serbia bllokoi transportin e mallrave kroat. Pas krisjes së marrëdhënieve mes Kroacisë dhe Serbisë kanë reaguar menjëherë të dy kryeministrat e vendeve respektive. Zoran Milanović ka deklaruar se shteti nuk kishte më kapacitete për të strehuar refugjat, ndaj edhe u mor vendimi për të bllokuar kufijt me Serbinë. Nuk mund ta lejoja një gjë të tillë, ndaj edhe zbatova atë çka shkruhet në kushtetutën tonë. Po tregoj përgjegjësi për qytetarët e mi. Nuk kemi pse të mbajmë ne mbi shpatulla një situatë të cilën nuk e menaxhon dot Serbia. Prej ditësh po përballemi me një fluks të papërballueshëm emigrantësh. Nga ana tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kroacia nuk po tregohet bashkëpunuese duke bllokuar kalimin e emigrantëve në territorin e saj. Për 5 muaj këta njerëz kanë përdorur Hungarinë si tranzit për të deportuar në Europë. Po e përsëris. 5 muaj dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban nuk më ka marrë një herë në telefon për t'u ankuar. Prej 5 ditësh, për shkak se në kufirin hungarez gjërat u përkeqësuan, emigrantët po zgjedhin një rrugë tjetër për të mbërritur në Europë. Mendoj se mbyllja e kufinve nga ana e shtetit kroat ishte një vendim i gabuar. Serbia ka ndaluar transportin e mallrave të Kroacisë në shenjë hakmarrjeje ndaj kësaj të fundit, e cila mbylli kufit për të detyruar Beogradin t'i drejtojë klandestinë drejt Hungarisë dhe Rumanisë.
Tensionet e krijuara nga fluksi klandestinëve në kufirin e përbashkët i kanë çuar marrëdhëniet mes palëve në pikën më kritike që nga përmbysja e Slobodan Milošević në vitin 2000. Zgjidhja e krizës së emigrantëve është ende shumë larg dhe për ta tejkaluar këtë situatë duhet ndihma e SBA-s, Rusisë dhe lindjes së mesme. Është kancelarja gjermane Angela Merkel që deklaroi përpara deputetëve gjermanë se duhet bashkëpunuar edhe me presidentin sirian Bashar al-Assad. Sipas kancelares gjermane Angela Merkel, zgjidhja e krizës së emigrantëve është ende larg. Në mbledhjen e parlamentit gjerman, ajo është shprehur se për të përballuar situatën kaotike që është krijuar nga refugjatët, nevojitet një punë kolosale që kërkon bashkëpunim ndërkombëtar. Eine solche Umverteilung kann jedoch nur funktionieren. Jam shumë e bindur se rishpërndarja e emigrantëve nuk është vetëm një problem i momentit. Në të ardhmen sfida të tilla do të jenë të shpeshta. Qeveria gjermane do të mbështesë propozimet e ngritura në Komisionin Evropian. Kemi bërë një hap të mirë drejt zgjidhjes së krizës, por mendoj se ajo që duhet të arrijmë është ende larg. Përmirësimi i situatës mund të vijë vetëm me mbështetjen e partnerëve tanë transatlantik. Shtetet e Bashkuara, Rusinë si edhe shtetet e rajonit të lindjes së mesme. Mendoj se nuk duhet të anashkaluar as mundësia e diskutimit me Bashar al-Assad në kuadër të vendosjes së paqes në Siri. Samiti urgjent i Komisionit Evropian arriti disa marrëveshje të rëndësishme si akordimi i fondit për 1 miliard eurove drejt Kombeve të Bashkuara, asistenca ndaj vendeve që presin një numër të madh refugjatësh çdo ditë, si dhe rritja e bashkëpunimit me Turqinë. Mbledhja e radhës për zgjidhjen e krizës së emigrantëve është përcaktuar gjatë muajit tetor, ku i pranishëm do të jetë edhe presidenti turk Tayyip Erdogan. Skandali Volkswagen ka prekur edhe Europën, manipulimi i kompanisë prodhimeve të automjeteve u konfirmua edhe nga ministri gjerman i transporteve, i cili nuk dha një shifër se sa automjete janë prekur në Europë. Pas të deklaratës së tij, aksionet e BMW-s pësuan ulje në bursën e Frankfurtit. Manipulimi i kompanisë së prodhimit të automjeteve Volkswagen ka ndodhur edhe në Europë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konfirmimi vjen nga ministri gjerman i transporteve, Alexander Dobrindt, i cili tha se edhe në Europë, automjetet me motor diesel 1.6 dhe 2 janë prekur nga skandali. Ministri tha gjithashtu se testet e radhës do të kryen nga kompani të tjera dhe jo nga Volkswagen. I pyetur nga gazetarët nëse nga ky skandal është prekur edhe BMW, Dobrindt tha se nuk ka informacion dhe se nuk mund të spekuloj pa kryer kontrolle të mirëfillta. Ndërkohë, Komisioni Evropian u ka bërë thirrje të gjitha vendeve të BE-s që të nisin një hetim për çështjen në shtetet respektive. Zëdhënësja e Komisionit, Lucia Kaudet, tha se Bashkimi Evropian kërkon një shifër të saktë të makinave që përmbajnë programin kompjuterik i cili i shmanget testeve të emërtimit. Pa dhënë detaje kohore, ajo shtoi se mënyra e aprovimit të nxjerrjes në treg të makinave të reja duhet të ndryshohet. Deri më tani, Volkswagen numëron mbi 400.000 makina, motorët e të cilëve prodhojnë më shumë dotje se sasia që parashikon ligji amerikan i mbrojtjes së ambientit. Si pasojë, kompania i detyrohet Shteteve të Bashkuara plot 18 miliard dollar, por këto shifra vlen vetëm për Amerikën, ndërkohë që nuk dihet ende dëmi që ka shkaktuar giganti gjerman i prodhimit të makinave në Europë. Prokuroria e krimeve të rënda ka nisur hetimet për gjyqtarë të shkallës së parë në disa rrethe kryesore të vendit. Kanë qenë ankesat e qytetarëve të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për punën e gjyqtarëve që kanë detyruar organin e akuzës të nisin menjëherë hetimet. Në një kohë kur qeveria ka parashikuar se brenda këtij viti do të përmbyllë reformën në sistemin e drejtësisë, Prokuroria e krimeve të rënda po përgatit dosjet penale për më shumë se 10 gjyqtarë të shkallës së parë. Mësohet se këta gjyqtarë ushtrojnë detyrën në gjykatat e shkallës së parë në Fier, Elbasan, Durrës dhe Shkodër, pas denoncimeve të shumta që kanë ardhur nga qytetarët e këtyre rretheve. Prokuroria ka nisur hetimet për të vërtetuar nëse kemi të bëjmë me shkelje ligjore. Për gjyqtarët në fjalë, ka dyshime se janë përfshirë në afera korruptive, ndërkohë pritet përfundimi i hetimeve për të vërtetuar nëse pretendimet e qytetarëve qëndrojnë apo jo. Hetimet për tokat e zeza vijnë pas disa rasteve të gjyqtarëve të akuzuar për korrupsion. Kujtojmë Shtefan Leshi në Puk, Marcela Balili, gjyqtare e krimeve të rënda, Rasim Doda, gjyqtar në Sarand, Parashevia Demi në Lezhë të tjerë. Ndosjet për tokat e zeza përbën një pjesë të rëndësishme të 400 rasteve që po hetohen nga njësia antikorrupsione ngritur pranë prokurorisë së krimeve të rënda, në të cilën po jep asistencë edhe eksperti obdat Gjon Junçaj. Njësia antikorrupsion po kryen veprimet proceduriale sa i përket hetimeve pasurore për persona dhe grupe të strukturuara kriminale, si dhe për raste të dyshuara korrupsioni në nivele të larta drejtuese. Policia vë në pranga edhe 2 autorë të tjerë të përplasjes me armë që ndodhin në Mamuras për shkak të një borxhi prej 250.000 euro. Policia sqaron gjithashtu se 3 prej 4 të plagosurve nuk ishin asnjë lidhje me ngjarjen, por ishin kalimtar të rastit.
3 nga 4 të plagosurit e përplasjes me armë të ndodhur mes ditën e së mërkurës në hyrje të Mamurasit ishin kalimtar të rastit. Kjo deklarohet nga policia Lezhës, e cila zbardhi sot detaje të reja të ngjarjes ku mbeti i vdekur Naim Tafa, i liruar nga burgu vetëm 15 ditë më parë. Veç autorit Enrik Mamli, që u vu në pranga një ditë më parë, policia ka arrestuar dhe 2 persona, ndërsa 3 janë shpallur në kërkim. Të arrestuarit e sotëm janë Tauland Bebri, 26 vjeç, dhe Dorian Mamli, 31 vjeç, ndërsa janë shpallur në kërkim vëllezërit Tom dhe Paulin Mamli dhe Gentiane Lezi. Sipas policisë, një ditë më parë, rreth orës 11:30, shtetasit Tom, Paulin dhe Enrik Mamli kanë rrahur dhe goditur me sende të forta kushërinë e tyre Dorian Mamli, pasi ky kishte ndërhyrë për të shuar konfliktin me shtetasin Edmond Tafa, një konflikt që kishte lindur prej kohësh për shkak të një borxhi prej 250.000 eurosh. Në momentin që vëllezërit Mamli po largoheshin, janë goditur duke u përplasur me mjetin ku lëviznin 3 djemt të fisit Tafa. Pas përplasjes së automjeteve, personat që ndodheshin në tokë kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të njëri tjetrit dhe për pasojë ka mbetur i vdekur Naim Tafa, 35 vjeç. Policia sekuestroi në vendngjarje një automatik me numër të fshirë dhe 12 gëzhoja armësh. Në kuadër të aksionit ndaj informalitetit, drejtoria e përgjithshme e doganave ishte në Gjirokastër, ku inspektoi disa biznese të mëdha. Pranvera Fagu shpjegoi çështjen e tarifimit të dyfish të biznesit, duke thënë se doganat janë zbatuese të ligjit, ndërkohë që do të instalohen skanerat edhe në Kakavi. Nga Gjirokastra, ku inspektoi masat ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal tek bizneset e mëdha, drejtoria e përgjithshme e doganave Pranvera Fagu siguroi se konsumatori nuk ka rrezik rrezatimi nga skanimi në dogana. Është publikuar edhe nga vetë përfaqësuesi Rapiskan, kanë të siguruara të gjitha llojet e certifikatave për mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve nga rrezatime. Nuk ka rrezik të rrezatimit për shëndetin e konsumatorëve. Brenda një viti, kompania Rapiskan duhet të instalojë gjithë skanerat. Në lidhje me shqetësimin e biznesit për tarifimin e dyfish në dogan, Fagu pohoi se paguhet që nga momenti që ligji hyn në fuqi. Nuk është shërbim i munguar, megjithatë duhet vënë pa pozicionin e drejtorisë së përgjithshme doganave dhe gjithë doganave shqiptare, që ne jemi ekzekutues, që do të thotë zbatues të ligjit. Ligji është shumë i qartë, është një tarif që paguhet për çdo deklaratë doganore dhe tarifa është e publikuar, 1.000 euro e poshtë dhe 1.000 euro e lartë. Biznesi paguan tarifën e skanimit për deklaratë doganore. Numri 1 i doganave paralajmëroi se për të shmangur çdo abuzim, çdo doganier që kapet me shkelje do ndëshkohet. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto i ka kërkuar bizneseve të mos mbajnë kapitalet e tyre në banka, por të investojnë nëpërmjet skemave të ndryshme në infrastrukturën rrugore. Gjatë Kongresit të Rrugëve, Kryebashkiaku i Tiranës Velia i ngriti shqetësimin për vështirësitë që hasin bashkitë për të marrë kredi për përmirësimin e rrugëve. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto i kërkoi bizneseve të investojnë të ardhurat në infrastrukturë dhe të mos i lënë të vegetojnë në banka. Sipas Haxhinastos, ky investim do të lehtësonte shtetin në këtë sektor dhe do të rriste fitimet e sipërmarrësve. Duhet domosdoshmërisht të gjejmë skema bashkëpunimi midis komunitetit të biznesit, midis investitorëve privat shqiptar dhe sektorit publik për të realizuar vepra të rëndësishme të infrastrukturës. Besoj që ka return më të madhe investimi në veprat infrastrukturës, se sa mbajtja e parave në për banka. Ministri foli në Kongresin e Rrugëve, ku nënvizoi se $130 milion është investimi i qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore për projektin e mirëmbajtjes së rrugëve. Për 5 vitet e ardhshme do të jetë një projekt prej rreth $130 milion, financuar nga qeveria shqiptare dhe nga Banka Botërore, për të mirëmbajtur në një standard krejtësisht tjetër sistemin tonë rrugor. Kryetari i Bashkisë Erion Velia e ngriti shqetësimin për vështirësitë që has pushteti vendor në marrjen e kredive për të investuar në infrastrukturë. Autoritetet lokale kanë kufizime në financimin e tyre, kanë kufizim në kredimarrje dhe në instrumenta që mund të përdorim. A do të ishte e udhës që ne të rekomandojmë instrumenta tipit build, operate, transfer edhe për rrugë të autoriteteve lokale. Referuar studimeve, autoritetet e Ministrisë së Transporteve thanë se duhet një investim prej rreth $80 milion për mirëmbajtjen e rrugëve. Maturantët kanë një mundësi të fundit për të nisur studimet e larta, atë të plotësimit të formularit A3. Plotësimi i tij do të jetë online nga data 24 deri në 28 shtator. Ministria e Arsimit do të bëjë një rishpërndarje të kuotave pas regjistrimeve në raundin e parë të fituesve në universitete.
Maturantët që duan të vazhdojnë studimet e larta kanë mundësinë e fundit për të fituar këtë të drejtë nëpërmjet plotësimit të formularit A3. Agjencia Kombëtare e Provimeve bën të ditur se plotësimi i këtij formulari nis më 24 shtator dhe mbyllet më 28 shtator, e plotësimi do të jetë online. Ministria e Arsimit do të bëjë rishpërndarje të kuotave të mbetura bosh pas përfundimit të raundit të parë të regjistrimeve në institucionet e arsimit të lartë publik, të cilat u mbyllen më 19 shtator. Në varësi të këtyre kuotave bosh do të bëhet edhe plotësimi i këtij formulari. Por kush ka të drejtë të plotësojë formularin A3? Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, të drejtë kanë maturantët kandidatë që nuk kanë konkuruar më parë me formularin A2, por janë kalues në provimet e maturës shtetërore. Ata që nuk kanë mundur të plotësojnë për arsye të ndryshme formularin A2, ata që kanë rezultuar kalues në provimet e vjeshtës dhe personat që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit, por që duan që studimet e larta të kryejnë në Shqipëri. Nuk kanë të drejtë të plotësojnë këtë formular, fituesit në preferencën e parë, sipas formularit A2 dhe që janë regjistruar në një program studimi. Në vazhdon e takimeve të shumta për një mbarvajtje sa më normale të sfidës me serbët, në federat ka mbërritur komisioneri i sigurisë në UEFA, Kenis Shkot, i cili së bashku me përfaqësues të strukturave të organizimit të ndeshjes është njohur me planin e masave. Më pas, stafi ka shkuar në Elbasan për të parë stadiumin e ndeshjes. UEFA dhe Federata Serbe e Futbollit zbresin në Tiranë në FSHF për të parë planin e masave rreth kujdesit shumë të madh për ndeshjen e 8 tetorit me Serbin. Një mbledhje me karakter informues në lidhje me organizimin e këtij takimi, preku edhe bisedën mes palëve. Përfaqësuesi i sigurisë UEFA, Kenis Scott, ambasadori i Republikës Serbe në Tiranë, Miro Ljubzarić, dhe përfaqësuesi i Federatës Serbe të Futbollit, zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë Altin Qato, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Plaren Ndreca, si dhe përfaqësues të organizmave që kanë lidhje me zhvillimin e takimit prezent në këtë sfidë me një specifik të veçantë, u ndalën pikërisht të plani special për një mbarvajtje sa më të mirë të ndeshjes shumë delikate. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku, që ishte edhe pritsi i këtij takimi pas përfundimit, deklaroi përfaqen zyrtare të federatës. Ishte një takim informues në vazhdon e konsultave dhe është shumë takimeve që kemi zhvilluar gjatë gjithë kësaj periudhe për organizimin sa më të mirë të ndeshjes. Të gjithë të pranishmit u informuan në lidhje me masat që duhet marrin në mënyrë që gjithçka të shkojë sa më mirë. Pas përfundimit të këtij takimi, përfaqësuesi i sigurisë UEFA-s e ai i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe i Policisë së Shtetit u nisën për në Elbasan, ku dhe inspektuan në stadiumin Elbasan Arena. Për shkak dhe kryesisht të trazirave të 14 tetorit kaluar në Beograd, pozicionit në grup të skuadrave dhe shmangjes së shumë incidenteve të panevojshme, ky ishte një takim i radhës. Vetë Pardie Duka e Shulku ishin në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit për të rakorduar për masat e sigurisë, një sfidë ku rezultati po del në plan të dytë. Në fakt, pritet që atë ditë Elbasani të jetë i blinduar, njësi speciale për garantimin e ndeshjes do t'jenë në stadium, por edhe kontrolli toksor ajror do t'jetë një agjend më vete ku pritet që të aktivizohet edhe Garda e Republikës. Misioni, mbyllja e ndeshjes pa as më të voglin incident. Pas takimit midis drejtorit të Policisë Shtetit Aki Çako dhe presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, vazhdojnë të intensifikohen takimet ndryshme të institucioneve të ndryshme. Radha ka qenë e Gardës së Republikës, e cila ka inspektuar stadiumin Elbasan Arena dhe ka parë në mënyrë analitike se si mund të përmirësohet siguria dhe mbarvajtja e ndeshjes së 8 tetorit midis Shqipërisë dhe Serbisë. Fokusi ka qenë tribuna VIP, ku do të ketë shumë personalitete të lartë dhe mendohet të jenë dy kryeministrat e Shqipërisë dhe Serbisë, Rama dhe Vučić. Garda po hedh idenë e largimit të stuardëve nga zona VIP dhe zëvendësimin e tyre me gardist. Kjo ide është dhënë organizatorëve të këtij takimi, mbase për të shtuar më shumë sigurinë në këtë ndeshje shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Në stadiumin Elbasan Arena ka kontrolle të shumta edhe nga shish. Aty po studiohet terreni dhe pallatet të cilat janë ngjitur me stadiumin. Madje ditën e ndeshjes nuk do të lejohet asnjë huaj përveç njerëzve që banojnë në këto apartamente, të cilët do të hyjnë në shtëpinë e tyre me karta identiteti. Të gjitha këto për ta bërë sa më të sigurt të ndeshje. Tu kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në të tjera edicione. Allahu Akbar, Allah.